këto në elektorale me marr pesh në disproporcion me të çështjet institucionale me ato që ka folë qytetarët. Pra atëherë vazhdimisht kom kërkuar prej lëvizjes vetëvendosje, kom ftuar që ata duhet më hapën ndaj partnerëve, duhet më hapën ndaj një partie. A duhet hapën edhe tani, zotëri Muja? Po, absolutisht, duhet më hapën edhe tani, edhe duhet me ofrua alternativë. Ju takon si partia më e madhe, me qenë më gjeneroze, me ofrua alternativa, me i ftua gjitha partitë, me i ftua edhe para opinionit publik, edhe para televizionit, me ushtruar në mënyrë presion të ta, për me ardhur të një konsenzus. Por nuk është më hap, e nuk është konsenzus nëse ti që i kje 27% dhe i kje 53 deputet prej 100 deputetve shqiptarë, për cilët kanë ngaru partitë shqiptare, edhe i thua që merrni ju këtë pozitën më të rëndësishme në vend, ku kërkon nuk ka në mënyrë faktikisht nuk e ka peshën më të madhe, por se kërkohet një prag shumë i lartë dhe kjo flet